Skandal në Big Brother VIP. Një situata s'pak e zakonshme ka ndodhur ditën e sotme brenda shtëpisë së Big Brother VIP, ku një debat mes Stenaldo dhe Roger Sterkaj ka eskaluar përtej çdo norme komunikimi. Gjatë përplasjes verbale, Rogerti ka përdorur një gjuhë të rëndë dhe fyese, duke ju referuar drejt për drejt gjendjes shëndetësore të Stenaldo. Deklarata e tij është konsideruar nga publiku si diskriminuese dhe e papranueshme, pasi nuk lidhet me lojën apo dinamikat e formatit, por prek një aspekt thellësisht personal dhe të ndjeshëm. Kaq ka mjaftuar që reagimi i publikut të jetë i menjëhershëm dhe masiv në rrjetet sociale. Një numër i madh shikuesish po kërkojnë zarf të zi dhe përjashtim të menjëhershëm, duke argumentuar se është shkelur një nga rregullat bazë të formatit, respekti dhe mos diskriminimi. Deri në këto momente, produksioni nuk ka dhënë ende një reagim zyrtar, ndërsa mbetet e paqartë nëse do të merren masa ndaj këtij rasti. Situata ka rikthyer edhe një herë diskutimin mbi standardet e ndëshkimit në lojë, pasi sipas publikut nuk është hera e parë që ndaj Rogertit ka pasur polemika për shkelje rregullash pa pasoja konkrete. Ju si mendoni? A duhet produksioni të marrë masa të rrepta në këtë rast, apo mjafton një paralajmërim?